kombëtar, ku një ditë si kjo e 8 dhjetorit, një ditë simbolike e një farë mënyrë është edhe reflektim, po edhe është edhe kujtesë për në ndërim të atyre, por edhe për atë përgjegjësinë që kemi përpara historisë dhe brezave që vinë. E qartë. Mirë, zoti Lezi, ndiqim tjetër insert dhe më pas rikthehemi së bashku. Komentet e presidentit amerikan vijnë pasi negociatorët amerikan dhe Ukrainas përfunduan 3 ditë bisedimesh të shtunën. Donald Trump ka thënë se presidenti i Ukrainas, Volodymyr Zelensky, nuk është gati të nënshkruajë një propozim paqe të përgatitur nga SBA-t që synon të japë fund luftës me Rusinë. Trump e kritikoi Zelenskyn pasi negociatorët amerikan dhe Ukrainas përfunduan 3 ditë bisedimesh të shtunën që synonin të ngushtonin mosmarrëveshjet me propozimin e administratës amerikane. Por në një shkëmbim me gazetarë të dielën në mbrëmje, Trump sugjeroi që udhëheqësi i Ukrainas po pengon ecurinë e bisedimeve. Jam pak i zgënjur që presidenti Zelensky nuk e ka lexuar ende propozimin që ishte deri para disa orësh. Populli i tij e pëlqen atë, por ai jo, pohoi Trump në një shkëmbim me gazetarët përpara se të merrte pjesë në ceremoninë e nderimit në qendrën Kennedy. Presidenti shtoi: "Rusia besoj është dakord me këtë, por nuk jam i sigurt nëse Zelensky është dakord me të. Populli i tij e pëlqen, por ai nuk është gati." Për të qenë të sigurt, presidenti rus Vladimir Putin nuk e ka shprehur publikisht miratimin për planin e shtëpisë së bardhë. Në fakt, Putin javën e kaluar kishte thënë se aspektet e propozimit të Trump ishin të pasbatueshme, edhe pse drafti origjinal favorizonte shumë Moskën. Trump ka pasur një marrëdhënie të ftohtë dhe të nxehtë me Zelensky, që kur hyri në një mandat të dytë në shtëpinë e bardhë, duke këmbgulur se lufta ishte një shpërdorim i parave të taksapaguesve amerikan. Mirë, zoti Lezi, pas ditësh bisedimesh intensive mes negociatorëve amerikanë dhe Ukrainas, presidenti Donald Trump deklaroi se presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky nuk është gati të nënshkruajë propozimin e paqes së Shteteve të Bashkuara, të cilat synojnë të japin fund luftës pra me Rusinë, dhe Trump nga ana tjetër tha se populli i Ukrainas e pëlqen planin, por udhëheqësi i tyre nuk është dakord, pra duke referuar këtu presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky. Si mund të ndikojë gjithë qëndrimi i Zelensky mbi përparimin e bisedimeve të paqes, por nga ana tjetër dhe marrëdhënieve ndërkombëtare mes SBA-s, Ukrainës dhe Rusisë? E nderuar, situata në cilën ndodhet konflikti po themi përpjekjet dhe negociatat që i bën për arritjen e paqes dhe dhënies fund ndar pushimit ndodhin në moment shumë të rëndësishëm dhe krucial, qoftë për Ukrainën, por edhe vetë perëndimin. Kemi parasysh edhe daljen e dokumentit të strategjisë sigurisë të SBA-s në nëntor, që u bë e njohur, me cilën në farë mënyrë tregon edhe sfidat me cilën ka prioritete SBA-ja në raport qoftë me perëndimin, qoftë me lindjen, qoftë me jugun, apo vetë brenda saj, dhe do parë në optikën e kësaj lloj qasje dhe qëndrimi i SBA-s për konfliktin. Dihet që presidenti Zelensky është po fjalë është konsistent në qëndrimet e tij dhe ndodhet para momentit ku historia mund ta gjykojë atë qoftë si patriot dhe hero kombëtar, por edhe për gabimet vogla që nuk mund t'i falen. Nuk jam gjendje për ta thënë që populli i Ukrainës e dëshiron në kuptimin e saj, po Zelensky se ka lexuar absolutisht, është përfaqëson popullin, unitetin e popullit, dhe është shumë koshient dhe i vëmendshëm në edhe nuancat që jepen përmes fjalëve dhe përpjekjeve që i bën nga dhe në rastin konkret faktorin ndërkombëtar, SBA-ja është ndarë me qëndrimin që marrin pjesa tjetër e bllokut perëndimor me Gjermaninë, me Francën, me Britaninë, e cila është më kategorike dhe më refuzuese për lëshimin e territoreve ndaj Rusisë, dhe këtë është një qëndrim pro Zelenskis, dhe këtu ndahen palët ndahen se Zelenski nuk lëshon për sa i përket cenimit të integritetit dhe sovranitetit të kombit të saj dhe në kupton lëshimin e territoreve. Kjo është diçka e papranueshme që i bie ndesh edhe me detet kushtetuese, por edhe bie si kaos të gjithë historia e luftës, dhe shkaku pse filloi ajo dhe pse zgjati dhe pse vazhdon të jetë e tillë. Pikërisht këtu ndahen. SBA-ja është një variantin që do t'i bën koncesione dhe lëshime Rusisë. Kemi parasysh pjesën e lindore, juglindore, ato që quhen në oblastet lindore të Donetskit, Donbasit, që përfshin Donetskin, Zaporizhën, Khersonin
krajinat e juglindore, cilët kanë një vazhdimsi territoriale dhe aty ka ngel gjithë konflikti i ngrirë. Don varësisht se si do të jetë dinamika e zhvillimeve në terren, është edhe ajo që mund të kërkojnë palët maksimumin e tyre në truezin e dy bisedimeve, por pala ruse nuk tërhiqet nga ato të cilët i ka thënë, dhe një plan prej 28 pikë tashmë është reduktuar në 19 pika dhe është përgjegjësia tashmë e Zelenskit të ta formalizojë në shkrimin e kësaj, do t'i pranojë apo jo. Dhe këtu faktori ndërkombëtar është veti i dyzuar. Kemi një SBA i cili mshon shumë kësaj teze, ku Ukraina nuk ka letat në dorë, dhe si e tilla është detyruar të nënshtrohet asaj të cilët i servirin nga këtë mëdhej, dhe kur flasim me të mëdhej janë prioritetet e interesa geopolitike dhe geostrategjike tashmë të SBA-s, të formalizuar tashmë edhe me një dokument me vlerë të natyrës edhe kushtetuese, siç është dokumenti i sigurisë kombëtare i përditësuar, dhe në përballë kanë një Kinë dhe një Rusi të cilët sipas këtyre dokumentave nuk shihen si rrezik dhe kërcënim, po shihen si rival, si konkurrent. Dhe pikërisht ky ndryshim dinamikësh dhe qasjes gjeopolitike në analizën që i bëhet midis të sigurisë janë të gjitha këto dan është kjo qasje, dhe mbi bazën e kësaj analize do bërë edhe vlerësimi i situatës dhe asaj edhe mesazhet që përcillet, do të duket pa me të parë sikur SBA-ja ka lëshuar për interes gjeopolitik apo për interes të Rusisë këtë pjesë. Por mendoj që në kohë do të tregoj si do të derivojnë, dhe mendoj që më e humbra në gjithë këto skenar do të jetë Ukraina. Do të jetë Ukraina për shkak të faktit që konflikti vazhdon, kemi një humbje kapitalisht njerëzor, dëmësh materiale, si kundër edhe në skenari më i keq edhe ai i cedimit të integritetit territorial dhe sovranitetit për shkak të lëshimeve që është i detyruar t'i bëjë. Dhe kur themi perëndimi i përçarë në këtë rast, është i pazoja për të marrë një qëndrim unison dhe për ta detyruar palën tjetër ruse në mënyrë që t'ja imponoj në tavolinë vullnetin e marrëveshjes. E qartë. Zoti Lezi, nga ana tjetër, Trump ka pasur një marrëdhënie edhe të mirë edhe të keqe, po i shuaj me Zelenskin, që nga nisja e këtij mandati, duke insistuar se lufta ka kushtuar shumë jetë dhe para, dhe duke kërkuar nga ana tjetër që Ukraina t'i lëshojë tokë Rusisë për t'i dhënë fund të gjithë këtij konflikti dhe agresioni që po ndodh mes të dyja vendeve. A mendoni se i gjithë ky presioni i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për kompromise territoriale mund të kenë ndikim pozitiv apo nga ana tjetër edhe negativ mbi stabilitetin rajonal, por edhe besimin Ukrainës? Nderuar, zoti Trump ka qenë në këtë qëndrim qynë kryeterës, për i vërtetë ka pas një qasje merkantiliste në kuptimin, po themi, figurativ të mënyrës se si ai trajtonte zgjidhjen e konflikte, dhe ka korrë një sukses në performancën e tij diplomatike dhe politike me arritjen e armëpushime në shumë konflikte. Janë renditur 7 të tilla, mes tyre edhe e Kosovë-Serbi, në rasti Kosovë-Serbi, dhe kjo ka ngelur, e cila ka deklaruar që nuk është lufta ime, dhe është një luftë e shkaktuar nga perëndimi dhe nga vetë Ukraina, duke mos adresuar absolutisht asnjë lloj përgjegjësie Rusisë këtë rast, dhe duket një lloj njanshmërie në pamjen e parë perceptimit që ka ndaj zotit Trump për raportet e tij. Por mendoj që zgjidhja është një zgjidhje e imponuar, pa parasysh qëndrueshmërinë dhe vazhdimsinë e këtij konflikti, i cili në skenari i përfundimit të tij është i paqartë, pra aq kosa që nuk përmbushen kërkesat e Rusisë që i shef një zonë influencë të saj, sepse vetë bota po shkon nga multilateralizmi, kuptimin e organizimit të rendit botëror sipas modelit të këtyre organeve globale, qoftë NATO, të karakterit të vokacionit global, qoftë OKB-ja, qoftë NATO, qoftë SBA-ja, këto karakterit financiar, PMN-ja, banka vetërore të tjera, të cilët po dështojnë këtë mision, det një bote multipolare, kuptimin e asaj që secili nga këto shtete dhe fuqi bazuar në interesat e tyre ta shohin këto zona pjesë e këtij influencë, dhe vëmendja e SBA-s sot është America First.
Amerika e fortë duke e tërheqë gjithçka vëmendjen nga zonat të cilet i kushtojnë shumë asaj. Kur themi i kushtojnë shumë asaj, jo vetëm për shpenzimet e luftës dhe investimet që ka bërë gjithandej qoftë në NATO, po edhe në vendet e tjera për rrugën e paqes dhe sigurisë, por apelon që secili nga këto shtete të përgjigjet për vete. Kur kuptimin e asaj që ajo i mbështet dhe i ruan dhe i është prapa leatëve, por kemi parasysh që ngre dhe situatën alertit për nivelin e përgjegjësisë që do të kenë ato përballje me sfidave të sigurisë. Kur themi sfida të sigurisë, kemi atë që i ka paraprir me vendet anëtare të NATO-s për rritjen e nivelit GPS, ku është më shqetësim për Bashkimin Evropian, vendet anëtare të saj, të cilët e ka kuptuar këtë, dhe këtyre të fundit i ka lënë një deadline dhe kuptohet duke dhënë këto mesazhe edhe vetë Ukrainës i thotë në mënyrë të drejtë për drejtë, i thotë që nuk i ketë këto mundësi në mënyrë që të vazhdohet ky luftë, sepse një luftë pa mbështetjen e perëndimit, pa mbështetjen e NATO-s, pa mbështetjen kur themi NATO-s është SBA-ja. Dhe SBA-ja nuk ka ndërmend që të rrisë deficitin e saj buxhetor dhe borxhin për shkak të një lufte e cila në këndvështrimin e zotit Trump nuk ishte lufta e tij, por konton të arruaj stabilitetin nëpërmjet këtyre kompromiseve, nëpërmjet kompromise ku janë në diskutim shumë skenar dhe varësisht nga fakti se si do të arrihet marrëveshja, mund të jetë një status i tillë këtyre vendeve lindore, vende të Donbaskut që të jetë në një monitorim apo një status mbikëqyrje ndokombëtare, një zonë tampon midis